Sektori i shërbimeve në vend po përballet me një sfidë të mprehtë gjatë fillimit të vitit 2026, kur rënja e konsumit në bare dhe restorante ka arritur në nivelin 20% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Përfaqësuesit e industrisë bëjnë me dije se kjo situatë është pasojë e një ndërthurje e faktorësh, që përfshin reduktimin e popullatës, çmimet e larta që në zona të caktuara arrin deri në 4000 lekë për person, si dhe bllokimet infrastrukturore në akset kryesore që kanë penguar qarkullimin e klientëve dhe furnizimet. Ndryshimi i sjelljes së konsumatorëve po ridimensionon tregun, ku vërehet një rënje e kërkesës për kafe dhe një orientim drejt produkteve më ekonomike, kryesisht nga shtresa e pensionistëve. Edhe jeta e natës po pëson transformime të ndjeshme. Brezi i ri po shfaq gjithnjë e më pak interes për pijet alkolike, duke preferuar opsione pa alkol, ndërsa grup mosha mbi 40 vjeç po zhvendoset drejt bizneseve të vogla të lagjeve. Krahas rënjes së kërkesës, industria po vuan edhe nga mungesa akute e fuqisë punëtore, pasi të rinjt po refuzojnë gjithnjë e më shumë punësimin në sektorin e shërbimit, duke krijuar një hendek që pritet të rëndohet deri në nisjen e sezonit turistik.